Në Britani, më 4 prill në Manchester hapet dega e re e shkollës shqipe 28 nëntori. Një dega e re e shkollës shqipe 28 nëntori në Manchester do të hap dyert për nxënësit në veri qytetit, duke zgjeruar kështu rrjetin e arsimit shqip për fëmijët e diasporës, pas suksesit të shkollave shqipe në zonën Wythenshawe. Kjo nismë synon të jap më shumë fëmijëve shqiptar mundësi të mësojnë gjuhën, historinë, traditat shqiptare dhe pse jetojnë larg dheut. Organizatorët theksojnë se hapja e kësaj dege është rezultati i bashkëpunimit dhe përkushtimit të komunitetit shqiptar në Manchester, i cili prej vitesh ka shprehur dëshirën për më shumë hapësira edukimi në gjuhën anëtare. Dega e re e shkollës do të funksionojë në adresën Cranston Road, Crampall në Manchester. Organizatorët shprehen se kjo shkollë është më shumë se një vend mësimi, ajo është hapësirë ku fëmijët e diasporës njihen me rrënjët e tyre.